Me projekte konkrete në disa vendbanime, Isen Shabani po shënon 100 ditët e para në krye të komunës së Vrapçishtit në mandatin e tij të tretë me radhë. Këtë moment simbolik të qeverisjes lokale, Shabani zgjodhi ta shënojë në terren, në Gradec, në fshatin e tij të lindjes, ku po realizohet asfaltimi i një rruge të re. I rrethuar nga banorët dhe bashkëpunëtorët, ai theksoi se fillimi i këtij mandati po shënohet me punë konkrete dhe investime të prekshme për qytetarët. E rëndësishme është që po punohet me cilësi dhe standarde të larta që qytetarët të kenë zgjidhje afatgjate dhe jo të përkohshme, deklaroi Shabani. Ne 100 e parë, do me thënë, kemi me projekte konkrete, projekte të cilët ne kemi pasur edhe ditë më herët që kemi provuar edhe në fshatra tjerë, përpos fshatit Gradec. Gati dikun kemi mbaruar me 3 projekte në 100 e parë, projekte shumë kualitative, ku mund të përmendim edhe kjo rrugë në cilën gjendemi sot, ka kushte, do me thënë, që ka rjetin e kanalizimit për ujëra fekal, rjetin e sjellësit, do me thënë, në tërësi me rjet të ri, pjesën, do me thënë, ansore të rrugës dhe kuptohet që është edhe asfaltimi. Një rrugë që projektet tona, do me thënë, kam projekte një cilësive të lartë, që nesër mos kthehemi sot kemi shtruar asfalt, edhe nesër të kthehemi përsëri të merremi me defektet apo pjesët që mund të na ndodhin, kuptohet, nga ujësjellësi apo nga vetë kanalizimet që kemi bërë. Një projekt i rëndësishëm që po shkon drejt finalizimit është edhe e ashtu quajtura rruga e Shkupit, një segment rrugor që për vite me radhë ka qenë problematik për banorët dhe drejtuesit automjeteve. Rruga, e cila më parë ishte në gjendje të rënduar dhe vështirë e kalueshme, tani po ndërtohet sipas standardeve moderne, së bashku me infrastrukturën përcjellëse. Sot bashkarisht me ekipin tonë, do me thënë, me komunën, bashkë me administratën, sot ndjekim punimet, do me thënë, për fundimin e rrugës, në cilën në projektin quhet rruga e 4, rruga e Derallave, pjesa e 4. Ne në fshat e përdorim si rruga e Shkupit, si shprehje kemi rruga e Shkupit, dhe tani edhe me qytetarët kemi diskutuar për punët që krihen, për atë që janë të kënaqur me punimet dhe sigurisht edhe ne me kompanitë kemi biseduar, do me thënë, për kualitetin më të mirë të rrugëve që jemi sot këtu. Banorët e zonës e konsiderojnë këtë investim si një lehtësim të madh për lëvizjen e përditshme, ndërsa nga komuna thonë se fokusi i tyre mbetet modernizimi gradual i infrastrukturës në të gjitha vendbanimet. Isen Shabani bëri të ditur se gjatë këtij viti janë planifikuar gjithsej 11 projekte infrastrukturore, të cilat pritet të realizohen në pjesë të ndryshme të komunës. Shabani thotë se po tenton që ta ndërtojë mandatin mbi projekte konkrete dhe prezencë të vazhdueshme në terren, me synimin që përmes investimeve infrastrukturore të përmirësohet jeta e qytetarëve dhe të forcohet besimi ndaj institucioneve lokale.